Në studio jemi përsëri, jemi live, vazhdojmë të jemi në Villa 24 e përmenda pak në kuzhinë që sot do të jemi me Alkendin sepse është dita për të furnizuar me informacione në lidhje me shëndetin dhe sot akoma edhe më shumë vëmendje sepse do flasim për shëndetin dhe për pamjen estetike, për lëkurën, si ne mund të zbukurohemi duke konsumuar produktet e duhura. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, siç e përmendëm dhe siç e thamë, shumë pritur dita për të folur për Po, pra, të thash gjatë reklamave. Mundje se sot nuk besoj se do të kemë prekur herë tjetër. Edhe kemi një gamë produktesh këtu. Vërtet është shumë interesante. Se duam apo s'duam, gjithmonë më shumë po i kushtohet rëndësi e veçantë pamjes së jashtme. Jemi në këtë epokën e të dukurit. Edhe të dyja gjinit madje, jo vetëm gjinia femërore. Dhe kjo është e shëndetshme pa diskutim, sepse veten duhet ta respektojmë, ta duam dhe ta trajtojmë mirë. Por ama kur flasim për bukuri edhe për estetik, i fokusohemi kryesisht tek kremra, tek trajtimet estetike, tek të ndërhyrjet e tjerë. Alkendi po më thoshte gjatë reklamave që bukurinë që shfaqem së jashtëmi duhet ta kemi së pari së brendshmi. Pra ajo që ne konsumojmë do të reflektohet edhe në lëkurë, edhe në flokë, edhe në shëndetin tonë të përgjithshëm. Është si puna e asaj shprehje, se cila në këtë rast nuk ka vlerë, pra mos e gjyko librin nga kopertina, por në fakt në këtë rast kopertina është për të gjykuar sepse është në fakt shëndeti jonë dhe është lëkura jonë. Dhe lëkura jonë shfaq ata çfarë ne jemi brenda sepse aty manifestohen të gjitha simptomat. Pra mund të kemi iritime, mund të kemi akne, mund të kemi ekzeme etj. Dhe është një mit që thotë nëse ti nuk e lan fytyrën, atëherë e ke fytyrën me puthra, por në fakt larja ose pastërtia e fytyrës nuk ka të bëjë fare me pastërtinë detyrimisht. Ka të bëjë vetëm me se çfarë ti konsumon. Lëkura është organi më i madh i trupit ton, literalisht organi më i madh, sepse duket sikur është diçka e papërfillshme, por është një organ bioaktiv i cili kryen funksione të ndryshme, pra respiron, merr frym, largon toksinat, përthith lëndë ushqyese dhe realisht ai reagon ndaj çdo gjëje që ne konsumojmë, pim apo bëjmë. E vërtet, dhe shumë shpesh është një simptom e drejt për drejt me një sër problematika shëndetit që ne mund të kemi në ngjyrë, në shfaqje të ndryshme, në iritime, në tharje, në skuqje etj. Pra ka diçka që mund mos shkojë me organizmin tonë dhe reflektohet në pamjen e jashtme në lëkurë. Që të marrim të gjithë kohën e nevojshme për të marrë sa më shumë informacione. Pjesa përbërëse të lëkurës, sepse lëkura ka pjesë ndërtuese, normalisht ne dimë që shpresën e jashtme janë qelizat epiteliale, të cilat rigjenerohen çdo 28 ditë. Është ajo momenti kur mund bëjmë një skrab për shembull dhe shohim ato, le të themi, copzat e bardha që largohen, ato janë qelizat e vdekura të lëkurës tonë. Pra, lëkura jonë imagjino po bën një punë aq të madhe që të rigjeneron ty. Prandaj duhet ta respektojmë duke konsumuar ushqime të cilat janë cilësore dhe na lehtësojnë çështjen ose punën me rigjenerimin e saj, sidomos të kolagjenit, sepse kolagjeni është pjesa ndërtuese më e madhe e lëkurës sonë, i cili në fakt prodhohet nëpërmjet kombinimit të disa aminoacideve, të cilat janë pjesë ndërtuese të proteinave. Pra, kolagjeni është një proteinë dhe aminoacidët ndërtojnë këtë proteinë. Dhe ne çfarë duhet të bëjmë për të kujdesur për kolagjenin? Duhet të konsumojmë ushqime që i përmbajnë këto aminoacide. Aminoacidët ndërtuese që formojnë kolagjenin janë glicina, prolina dhe lizina. Glicina gjendet shumë në sesi të lartë tek veza e plot, dhe prandaj kompania Neranzi sjell këto paketimet tetrapak të vezëve të plota. Unë sot kam marrë vezën e përzirë, pra jo të bardhën veç, jo të verdhën veç, por vezën e plot. Dhe është ideale edhe për përdorim, është e thjeshtë, është e lehtë, mund të bësh omleta të ndryshme dhe ka sasi të lartë të këtij aminocidi i cili quhet glicin, i cili më pas ndihmon në prodhimin e kolagjenit. Dhe kolagjeni është, le të themi, ajo proteina që jep elasticitet lëkurës tonë, jep qëndrueshmëri, jep fortësi, gjithashtu edhe në thonjzat trup lëkurës tonë, pra e bën më le të themi më kompakte, më cilësore. Gjithashtu prolina është një tjetër aminocid i cili duhet ta konsumojmë nëpërmjet ushqimeve, nuk është një aminocid esencial, është një aminocid i cili trupi jonë e prodhon edhe vetë në mënyrë natyrale, por dihet që këto aminocide, duke qenë se janë pjesë ndërtuese të kolagjenit, deri në moshën 25 vjeçare janë në prodhim, pra prodhohen sasi të larta. Pas 25-ave, atëherë bie reduktimi, pra reduktohet prodhimi i kolagjenit dhe normalisht duhet të konsumojmë shumë ushqimet cilësore, siç kompania Neranzi na ofron për të ndihmuar ose për të shtyrë prodhimin e kolagjenit. Prolina gjendet në sasi shumë të lartë tek tërshëra, është një ushqim po. Pra, ushqimet me vërtet janë shumë çuditëbërëse sepse
Unë kam përmendur për tërshërën deri më sot që ka fibra, ka beta-glukan dhe kaq. Por tërshëra ka dhe këto grupe të aminoacideve të tjera, të cilat jo vetëm ndihmojnë në tretin tonë, jo vetëm na ndihmojnë të ndjehemi të ngopur etj, sheqeri i gjakut, por kanë dhe këtë prolinën e cila ndihmon në stimulimin e prodhimit të kolagjenit. Prolina gjithashtu është në sasi shumë të lartë tek lakrat dhe unë një më kot kam sjell kimçin, i cili ndryshe nga lakrat e tjera është një lakër e fermentuar dhe në rastin e fermenteve, ne gjithashtu kujdesim edhe për zorrën e trashë. Prandaj, një rrugë e dy punë, marrim prolinën që na duhet për lëkurën, por kujdesemi edhe për zorrën e trashë. Lizina nga ana tjetër, e cila është një nga ato proteinat esenciale që trupi jon nuk e sintetizon dhe patjetër duhet të suplementohemi me të nëpërmjet ushqimit ose nëpërmjet suplementeve në raste të veçanta të simptomave të ndryshme apo diagnozave të cilat normalisht detektohen ose sqarohen në praninë të mjekut. Por kimçi ka këtë veçantinë i cili na jep edhe sasi shumë të lartë të probiotikëve dhe prebiotikëve, të cilët ndihmojnë shumë dhe në përthithjen e këtyre aminoacidëve së bashku, sepse ne me vërtet mund i konsumojmë, por nëse nuk arrim t'i përthithim si duhet, atëherë bëjmë një punë të kotë. Prandaj duhet të konsumojmë sasi shumë të lartë të këtyre ushqimeve për të kujdesur jo vetëm për lëkurën, por edhe për shëndetin tonë në përgjithësi. Lizina jo vetëm gjendet tek e përmendëm tek peshku, jo nuk e përmendëm, por po e përmendëm. Është afër me kimçin, prandaj. Po, se është afër me kimçin. Pra, lizina është ai aminoacidi esencial i cili gjendet shumë në sasitë e produkteve shtazore, nuk paragjendet në produktet bimore dhe sasitë e larta të saj përmban peshku. Pra, konservat e peshkut, të cilat janë në këto paketimet e vogla, janë edhe kompakte të lehta për të marrë me vete. Ndonjëherë mua njerëzit më shihnin çuditshëm kur thjesht haja një konservë peshku, sepse më duheshin vetëm ato kalori, edhe ato proteine, edhe merja me vete. Në fakt po, ta mendosh, sa praktike janë, po, tamam një stek. Ti hape konsumon me një sasi të llogaritur edhe ja gumore një jap se na duan nutricionistët. Lizina jo vetëm tek peshku që ndodhet, por edhe te veza patjetër, sepse është një produkt shtazor. Një produkt shumë i veçantë që e përmban lizinën, duke qenë se është dhe produkt, le të themi, bimor dhe produkte bimore nuk para përmbajnë këtë aminoacidin lizin, janë qiqrat. Qishrat përmbajnë sasi të konsiderueshme të lizinës dhe të gjitha këto të kombinuara së bashku, pra prolin, glicin, lizin, na mundësojnë prodhimin e kolagjenit. Por kolagjeni nuk mjaftohet vetëm me kaq, patjetër që ka nevojë edhe për ndihmesa të tjera, ka nevojë për vitaminën C. Nëse ne nuk suplementojmë mjaftueshëm me vitaminën C ose nuk konsumojmë mjaftueshëm sasi të larta të vitaminës C, atëherë nuk ndodhin hidroksilimet në, le të themi, në ato reaksione zinxhir të prodhimit të kolagjenit dhe aty frenohet reaksioni. Është një lloj si një tren, le të themi, si një lokomotiv e cila ka vagonët pas saj. Në momentin kur nuk lidhen si duhet ato magnetet me njëri tjetrin që tërheqin lokomotivën, atëherë malli ose ngarkesa nuk do shkojë në destinacionin e dur. Një lloj është dhe vitamina C në prodhimin e kolagjenit, duke shërbyer si një lidhës shumë i mirë ose si një eksipient ose si një, le të themi, nxitës i prodhimit të saj, sepse mungesa e theksuar e vitaminës C më pas do shkaktonte një prodhim shumë të dobët të kolagjenit, një lëkurë shumë të hollë, hera herës mund të kishim edhe simptomat të tilla si rudhosje më e shpejtë apo dhe edema të ndryshme në sipërfaqen e lëkurës. Dhe prandaj kompania Neranxit ne kemi vitaminën C patjetër në formën e plurit. Kjo është një suplement i cili duhet konsumuar, të paktën 1 gram në ditë është sasia e cila mund ta rekomandojmë, por e gjejmë dhe në sasi shumë të lartë në produktet e tjera ushqimore. Si për shembull, ne kemi dëgjuar vetëm portokallin që është e pasur me vitaminë C. Po, vërtet. Por vitamina C është në sasi shumë të larta dhe tek specat e kuq të dehidratuar në rastin e paketimeve. Është paketimi i parë, aty janë specat e kuq. Si mund të përdoren ato? Atëherë, zakonisht unë këto specat e kuqi kam përdorur në bërjen e pancakesave të ndryshëm të kripur ose në bërjen e muffinsave të kripur. Thjesht i shtoj në brumin që përgatis, i lë që të rregjen pak dhe më pas i fus në furrë për të pjekur. Interesante, ja, nuk kam marrë mendje që ato ishin speca. Po, dhe një produkt shumë i veçantë që kompania Neranxi e sjell është lule shtrydhja e tharë në formë pluhuri. Nuk para kemi përdorur si produkt, është një produkt i cili realisht është shumë i veçantë dhe tashme që afrohemi edhe në sezonin e verës, mund të bëjmë shumë sorbeta të ndryshme me akull edhe me këtë luleshtrydhën e dehidratuar të tharë, për të marrë dhe sasinë e vitaminave C, gjithashtu edhe sasinë e fibrave. Tjetër produkt ushqimor i cili na nevojitet ose tjetër element që na nevojitet për shëndetin e lëkurës janë minerale si bakri, i cili është sasi shumë të lartë tek frutat e thata, por edhe te vaji i farës së kungullit.
Prandaj kompania Neranzi ka këto paketime, të cilat madje mund ta bëjmë edhe si maskë fytyre, mund ta masazhojmë fytyrën me të, por mundet edhe që ta konsumojmë për sallata të ndryshme. Gjithashtu është sasi shumë të lartë bakri në kakaon e zezë, e cila përveç bakrit ka edhe ato antioksidantët e saj fantastik, që do flasim edhe pak për ato. Gjithashtu bakri gjendet edhe në kërpudha. Pra në paketimin që është fungi porcini, trifolati, të kompanisë Robo, që janë fantastike dhe në gatimet e ndryshme, të cilat mund të bëjmë ose pjatat e kripura, por ose muset të ndryshme në momentin që duam të zbatojmë disa teknika më të avancuara. Edhe zingu gjithashtu është një prezent në vajin e farave të kungullit, i cili ndihmon, pra, le të themi si punë murit, i cili do llat, shtulla, le të themi ujë, cimento etj etj. Dhe kolagjeni, pra më shqip. Kuptoj, nga treni shkon te Raçi. Mënyra që Alkendi ka që ti sa më i kuptueshëm. Prandaj na nevojiten për të ndërtuar kolagjenin të gjitha. Nuk mund të duken si të panevojshme, por realisht janë shumë të nevojshme për një fytyrë, një elasticitet të lëkurës sa më të mirë. Sepse fytyra jon, lëkura jon prodhohet edhe nga është ndërtuar edhe nga elastina, që nga vetë fjala elastin, elasticitet, ka nevojë edhe për këto elemente të cilat ta bëjnë lëkurën më elastike dhe mos të kemi ato rrudhat e shëmtuara në fytyrë. Tjetër element shumë të rëndësishëm janë antioksidantët, dhe antioksidantët janë ato të cilët luftojnë radikalet e lira. Unë ka folur pak për radikalet e lira, sepse ne dhe në momentin kur bashkë duke folur tashmë, trupi jon po prodhon radikalet e lira. Dhe radikalet e lira, për ta imagjinuar, janë si një litar që thjesht e tërheq, shkëput dhe formohet një koksi e spupuritur, le të themi, që ka disa fije të ndryshme dhe ato janë pak a shumë ashtu në formë radikaleve të lira dhe ato janë shumë të afta për të na sulmuar, le të themi, ato qelizat e shëndetshme në trupin tonë. Dhe pjesë e këtyre qelizave të shëndetshme janë edhe qelizat epiteliale të lëkurës tonë, ose qelizat e pjesa lipidike e shtresës të lëkurës tonë. Prandaj duhet të kujdesemi që të konsumojmë shumë antioksidant. Jo vetëm kjo, por këto antioksidant prodhojnë një komponim, këta radikalet e lira quhen ndryshe ROS, Reactive Oxygen Species. Dhe po, është një term kimik. Dhe këto radikalet e lira më pas mund të ndihmojnë në aktivizimin e disa enzimave të cilat janë përkatëse për degradimin e kolagjenit. Pra, ne marrim frym, konsumojmë ushqim, bëjmë aktivitete fizike, prodhojmë radikalet e lira, këto radikalet e lira më pas futen në procese të ndryshme metabolike që aktivizojnë këto enzima për të na prishur punë, me pak fjalë. S'kam punë tjetër këta. Por e kemi zgjidhur konsumojmë antioksidantë. Dhe antioksidantët më të mirë janë vitamina C që unë gja e përmenda, që e gjejmë në formën e pluhurit, e specat, e luleshtrydhet e tjerë. Kemi vitaminën E ose ndryshe tokoferoli, që është shumë i lartë në sasi dhe vajullirit, madje edhe tek frutat e thata, që mund të jenë të ndryshme, mund të jenë arra, mund të jenë stika, mund të jenë farapishe etj. Pra të gjitha frutat e thata janë fantastike dhe kanë sasi shumë të lartë të vitaminës C. Gjithashtu beta-karoteni, nuk para flasim shumë për beta-karotenin, është një nga ato antioksidantët fantastik, të cilët e gjejmë tek karotat. Kompania Neranzi sjell këto paketime të ngrira të orogjelit, baby carrots, që janë edhe më të ëmbla në fakt. Të gjitha vlerat e larta ushqyese aty ruhen, duke qenë se procesi teknologjik i prodhimit të saj realizon ose bën të mundur që ato vlerat ushqyese të inkapsulohen dhe mos të dalin jashtë, sepse dhe blancherimi realizohet me avull dhe jo me ujë, sepse kemi teknika të blancherimit i cili merret perimja dhe zhytet në ujë, por uji patjetër që merr me vete një pjesë të vlerave ushqyese, sepse kemi vitamina të tërshme në ujë, si është vitamina C apo vitamina B. Dhe këto largohen, ndërsa blancherimi me avull inkapsulon të gjitha vlerat ushqyese brenda këtij produkti dhe i ruan ato, duke na lejuar ne më pas të konsumojmë dhe mos na prishi punë ato rosat me kolagjenin. Ne kuptoj. Tani kemi edhe një minutë pak kohë, po jemi afër, por vaj karrotës në fakt është një tjetër produkt ushqimor i cili është antioksidant shumë i mirë dhe gjithashtu është një nxirrës natyral. Pra, vera po afron, ne nuk duam të përdorim kremra ose substanca kimike, mund të konsumojmë çdo ditë pak vaj karrote. Kjo është shumë interesante në fakt. Duke na stimuluar prodhimin e melatoninës në lëkurën tonë, duke na bërë të kemi atë ngjyrën e lezetshme të karrotës. Antioksidantët i gjejmë kudo, i gjejmë edhe tek çokoladat e zeza, që janë teobromina, te vaj ulliri që ka polifenole të shumta, i gjejmë tek domatet e thata në fakt, sepse kanë një antioksidant i quajtur likopen, dhe patjetër duhet të kujdesemi përveç antioksidantëve
do të hidratohemi sepse reaksionet metabolike duhet të ndodhin në një mjedis dhe mjedisi është gjithmonë mjedis ujor, prandaj duhet të hidratohemi nëpërmjet konsumimit të elektrolitëve të shumë, siç është uji i kokosit apo lëngu i kokosit me pulp apo uji i aloe verës. Dhe me sheqerin duhet ta reduktojmë pak dozën sepse sheqeri ndikon shumë në bashkimin domethënë molekulat e sheqerit lidhet me kolagjenin, duke bërë atë pak më, le të themi, më të ashpër dhe jo shumë elastike. Prandaj duhet të ulim, duhet të minimizojmë përdorimin e sheqerit dhe të zvendësojmë atë ose më mbërësues siç është eritritoli ose shurupi i panjës. Që është këtu. Këtë çfarë ishte e thënë? Atëherë, po bërë shumë mirë që e preke. Ne kemi një lidhje shumë të ngushtë me zorrën, unë kam përmend gjithmonë. Zorra është truri jon i dytë dhe lëkura me zorrën ton ka një lidhje direkte që quhet skin gut axis. Pra, kanali ose tuneli, zorë edhe lëkurë. Çdo, le të themi, zorra është filtri i fundit i trupit ton dhe aty prodhohen dhe toksina të ndryshme dhe ato toksina më pas tretën e gjak dhe kalojnë depërtojnë deri në lëkurën ton duke u manifestuar më pas në akte të ndryshme apo në problematika të cilat shfaqen shumë lehtë në lëkurën ton. Dhe prandaj duhet të kujdesemi shumë për zorrën e trashë. Ai pluri aty është, le të themi, pluri çuditbërës për të shëruar zorrën tonë të trashë, duke qenë se ka sasi shumë të lartë të fibrave, është mastika në fakt me inulin. Ai balancon shumë, është një prebiotik, jo probiotik, është një prebiotik shumë i mirë që furnizon dhe ushqen bakteret e mira të zorrës sonë të trashë, duke stabilizuar situatën aty me mikrobiotën dhe duke na lejuar që ne më pas të kemi një lëkurë më të shëndetshme, më të shkëlqyeshme. Ashtu, dhe të jemi të bukur edhe të shëndetshëm. Alken, faleminderit. Faleminderit shumë. Të pres javën e ardhshme përsëri. Të herë realizuam që i folëm. I tham shpejt, por kemi thënë gjërat më të rëndësishme, ato që edhe publiku do mbajë mend, se ndryshe do flasim shumë dhe do fiksohemi pak në ato që themi. Faleminderit, ditë të mbar. Tani kemi publicitet, kthehemi me të ftuar të tjerë në studio.